Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur prodhimin e fletëve të votimit për zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se procesi do vijojë sipas planit. Kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besojmë që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë. Mes prilit pritet të jetë edhe afati kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë drejt diasporës materialet zgjedhore për të bërë të mundur votën e tyre. Dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15. Fletët e votimit do të shpërndahen përmes shërbimit postar DHL, operatorët e të cilës do t'i dorëzojnë personalisht zarfin votuesve jashtë Shqipërisë. Do të duhet që operatori i shërbimit postar, dhe kjo është e panegociueshme, t'ia dorëzojë individit në dorë fletën e votimit. Janë 3 tentativa të cilat operatori i shërbimit postar do t'i bëjë në orë të ndryshme. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 245.935 votues nga diaspora janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës së tyre përpara kësaj date, ndërsa numërimi i votave do të bëhet në të njëjtën kohë me votat e zgjedhësve brenda Shqipërisë.